Tani nuk dha shumë detaje se çka saktësisht, por unë besoj që lidhet pak shumë me këtë faktin që Kosova pavarësisht këtyre masave tashmë nëse do të kishte, normalisht nëse do të kishte institucione dhe parlament të konstituuar dhe nëse do të arrinte që ti votonte marrëveshjet që i ka me Bashkimin Evropian, atëherë, siç e ka thënë edhe zonja Osmani në deklarimin e saj të fundit pas takimit që ka pas me liderët për tentimin për zgjedhur një zgjidhje sa për ngërçit politik, që Kosova mund të përfitoj disa fonde që të para antarësimit që nuk janë të lidhura me çështjen e masave, por edhe disa të tjera që duket se tashmë kanë filluar, pra, edhe pse zonja Kallas nuk e qartësoi, nuk dha detajisht se cilat janë ato masa që kanë filluar të hiqen gradualisht, por që unë dua të besoj që ka të bëjë pak a shumë me këto fonde të cilat tashmë janë premtuar Kosovës dhe normalisht i takon Kosovës pastaj të ndërmerr hapat e saj për të përfituar këto fonde. Por ajo çfarë bëri përshtypje dhe krijoi një lloj debati, Mirela, ishte që i referohet strukturave paralele ilegale, të cilat e thash edhe më herët, pra shteti i Kosovës tash sa vite gjatë periudhës sa ka udhëhequr çdo kurti, vazhdimisht i ka mbyllur bankat, ka hequr dinarin, domethënë i ka mbyll postën, e shumë çka tjetër, çka zoti Kurti dhe qeveria e Kosovës ka konsideruar se janë struktura paralele ilegale të Serbisë në Kosovë, ndërkohë që zonja Kallas ju referua si struktura të mbështetura nga Serbia që funksionojnë në Kosovë dhe ofrojnë shërbime për qytetarët serb. Dhe ajo e potencoi faktin që edhe heqja komplete e masave ndërlidhet me faktin që qeveria e Kosovës, shteti i Kosovës duhet të ndalet së mbylluri këto struktura të mbështetura nga Serbia. Nuk përdori as termin ilegale, as paralele. Thjesht është paksa e çuditshme. Në njërin anë letër në kuptohet që edhe Bashkimi Evropian e pranon faktin që këto struktura mbështeten nga ana e Serbisë, po në anën tjetër është paksa problem, domethënë sepse nëse një shtet e kuptoj. Gjua diplomatike e saj me strukturat e saj, ndërkohë që ajo kërkon që këto me gjithë faktin që janë struktura të mbështetura nga Serbia, mos të preken nga Kosova, sepse kjo krijon tension dhe pastaj masat mund mos hiqen. Pra, për te ide se në Kosovë është pritur e mirëpritur ardhja e zonjës Kallas për faktin e kaluar e saj, vendit nga ajo vjen njohjes së Rusisë dhe qëndrimit saj ka shi Ballkanit, ndikimit në Serbi, normalisht duke qenë se ajo nuk përfaqëson shtetin e saj aty, por përfaqëson 27 shtete dhe Bashkimit Evropian, domethënë që shpeshherë domethënë le këto dy kuptimsi të gjuhës diplomatike që ata përdorin që shpeshherë tani kanë përshtypjen që krijon edhe probleme nganjëherë, por megjithatë mbetet të shihet. Mirela, ajo çfarë mund të them është që dialogu derisa ne nuk kemi një qeveri e cila do ta ketë besimin e deputetëve, këtë rast qytetarëve të Kosovës, përmes deputetëve të Kuvendit të Kosovës, atëherë është shumë problem të besohet se mund të ketë ndonjë takim çfarë do të qoftë, sa i përket dialogut. Sidomos kur bëhet fjalë për takime trepalçe, për çka pak a shumë edhe zonja Gërvalla sot e tha vet pas seancës që jemi larg një mundësie të tillë. E qartë. Shkurtimisht, kur është seanca e 21? Si datë? I bie tjetë të dielën. Të dielën, pas nesër, do me thënë. Si datë, se jemin me... Dekord, pas nesër, të dielën. Të dielën, i bie tjetë me 25. Po ka shanse të bëhet gjë, apo dhe kjo do na çojë në një seancë të 22? Pyetja $1 milion. Mirela, nuk është se ka pas, nëse kemi parasysh qëndrimet që kanë pas edhe sot partitë politike, atëherë gjithçka çfarë mund të presim është përsëritja e seancës 20. Por megjithatë, ditëve të fundit ka, nga pak po them më shumë, ndoshta në suazat e spekulimeve, mos t'i marrim kështu si të mirëqena, që ka një lloj disponimi eventual që ndoshta të ketë në ndërkohë një është i mundshëm, por po them përsëris që është në suazat e spekulimeve ende, që të ketë një lloj bashkimi me LDK-n dhe Nismen, që mund ta sjellë pastaj një koalicion goxha të madh dhe që edhe për nga numrat do të kishte mundësi pastaj jo thjesht mendohet për një qeveri që është
jetë gjatë deri në vitin e ardhshëm kur duhet ta zgjedhim presidentin apo presidentin e ri, por mund ta ketë lirisht edhe një mandat të plot, marr parasysh numrat që do t'i kenë. E kuptoj. Por megjithatë prapë kjo mbetet të shihet. Pritet për t'u parë. Ka pra